Dhe pas bisedës së gjatë me kolegun tonë Vullnet Krasniqi, jemi kthyer në studio me rubrikën e magjikëve. Fëmijët e vegjël gjithmonë na zbukurojnë studion dhe na japin një mendim dhe një frym tjetër të emisionit dhe të konceptit të jetës dhe të ardhmes. Libuna Ilazi është e ftuara ime, e cila do na flas për një projekt saj të vogël, po që e ka shndruar në një biznes të vogël. Vitin e kaluar ka testuar, këtë vit e ka profesionalizuar. Mirë se erdhe Libuna. Mirë se gjeta. Me thonë Buna a Libuna? Buna. Buna. Se këtë thonë edhe shoqënia dhe familja Buna. Unë e thashë vitin e kaluar e ke testu biznesin, po këtë vit e ke profesionalizuar, ke hap një faqe në Instagram, po i shet online, je duke punu rruza, aksesorë të ndryshëm, qafë, dorë, vëth, të cilat si pas kërkesave, apo si shka në kjo Buna? Njerëzit të cilët dojnë me bu porosi, më shkruajnë në rrjetet sociale Instagram për shembull, edhe varet çish e dojnë ata, pastaj unë e punoj rruazën, edhe javë. Qysh tërë, pse ja nise me bo këtë biznes, sepse është biznes, sa do që ti e vogël, ti po merë të holla prej këtyne tani? Une prej si e vogël, më ka pëlqy, jom konë shumë kreative, më ka pëlqy arti, më ka pëlqy mu mirë me muzik, me kum pikturu shumë, edhe ditëlindjen e 9, mami ma ka bu një dhurat, ka qenë një torte që u konë çokoladë ngrime, edhe ka qenë e fort, edhe mrenda, kur e kom thyja çokoladën, mami ma ka vendos një paket ruaza pak, jo shumë, edhe një tel, do me thonë mjetet fillestare që më vinë me fillu në biznesin, edhe kom vendos që pe që ati momentit unë me fillu edhe me bo rruza. Kur kom fillu për herë të parë, mu ka dok pak stresuse, se shumë detajet vogla. Po, shumë detajet vogla, unë kom shumë dorem për çdo sene. Okej, lëmë se ti. Po, kom shumë dorem edhe kur kom fillu në fillim, pak derisa jam mësu, pastaj kur ja kom marrë dorën, kom vazhdu, do me thonë që 3 vite, që të vetë kom vendosë mi bu publike, edhe Tash e ke hapë edhe faqen në Instagram. Idetë për me i kriju, sepse po i shohim edhe në tavolinë që janë të ndryshme, idetë për me i kriju, a janë që janë propozime që i këshur në internet? Zakonisht, që po mënonëm ja këtë kamerës, po? I marë pej Pinterest, kanë pëlqy si ide. Jam shumë person që hullumtoj për një sen që e bëj, do me thonë kom hullumtu edhe në internet për rruza, aksesore dhe biznese tjera, se ka dhe biznese tjera. Edhe më ka pëlqyt Pinterestit, se janë shumë të thjeshtat, bukura, edhe klasike, edhe ko marrë idenë pej Pinterest. Pinterest ka ide shumë, po për shembull unë e du me tirë Buna dhe me thonë, po më duen një qafës krejt e gjelbërt me një të verë në mes, ose një ide temen, me ta që një foto, ose ti propozon diçka, ose ta me kam një fustan të zi, edhe po du me poz diçka që më shkon. A jep edhe kështu ide? Po, më jep edhe ide, për shembull zakonisht familjarët e mi, unë konë të parë që më kanë motivu, mi kanë bli ruazat, edhe më thëshin disa për i tyne, më kanë thonë, abedin, bëma një ruz gjelbërt për shembull, ama ti e dizajnon. Po, tani une qysh mu ka duke arsyshme, më ka thonë ai për shembull gjelbërt, më shelte dhe gjelbërt që du, tani mu qysh mu ka duke arsyshme ku më kombinu, edhe në fund i ka pëlqy shumë rezultati. Qysh po vendos për çmime? Qysh po i shet? Komendu 1.2 € të dorës, në varet prej detajeve, se mundet me shkuet e ma lirë, po. Të qafës, e ke milion, kom se duhet dhe me nanën, e ke 1.5 €. Okej, këto. Po, edhe qëto, për të kam edhe kërkesa, adin së dhe pata një kërkes për me bu të komës, nuk kom vendos hala, kështë që e mendaj. Okej, po shone që ki edhe varse për qelsa, për qantë, për tusat bebeve.
Më pëlqen çantën teme qilsat e mi zakonisht, unë jam e vetmja në shtëpi që i kam qilsat me 100 dekorime. Të ngarkume, okej. Edhe thash pse mos me bo edhe me një ruaz që më pëlqen një lloj, edhe kum bo edhe qilsa, edhe për qilsa. Me këtë çfarë çmime kanë buna? Hala s'ke vendos. S'kom vendos hala për shumica, se që tash e kom nisë mi bo. Tash për shembull ne po duam të porosit diçka, duna me të hyrë në Instagram me të kërku ç'është është faqja? Buna Crafts e lip, emri është Buna po Buna Crafts e lip, edhe do me thonë ki postimet të cilat janë, po vazhdoj me postu çdo ditë. Buna Crafts, Buna C-R-A-F-T-S. Po. Në Instagram e keni faqen, unë e kam javë qitë edhe shikuzve faqen tënde, edhe ata kanë me pa. Mund me të shkrujt edhe me të porosit, për sa ditë për shembull e kryjnë të një porosit? Në varet nëse për shembull janë 5 rruza i porosit ose edhe ma shumë, më në të me marë 2 ditë. Nëse e porosit veç një rruzë, ja bëjmë mrena një dita, edhe më mja dërgu tanë. Veç në varet sa i vënën mja dërgu edhe ku është vendodja. Me të njofë shumë a bënë zbritje buna? Po. A ma shetë për 4 euro shtë? Ti po t'alo falas. Mu falas? Ja, nuk e marë falas. Unë e po du me ta bëjë dhurat. Ja, unë e po du me pagu. Kjo ke 5 euro? Unë po du me ma bëlla me zbritje 4 euro. A ban? Ban. Okej, unë po e vendosit se dhe po më shkanë sa me qitë garderobë, po më doker, nëse më i me vendos. Nëse kemi me shumis, diçka për shembull e ka ditëlindjen një vajzë edhe shoqeve të sajna po dojna kredve mja u bë të ajo pjesa e ftesës, ka një të dorës, ose si diçka. A e pranon edhe kështë porosi me shumit? Pranon edhe porosi. Sa ditë ma herë du të me qenë porosia? Nashta 5 ditë ma herë, një javë ma herë, që shtos që me mujta din me pas ku. A po mërë bukur? Shumë bukur? Të lumshin duart, shumë po pëlqen. Edhe po më shkanë sot me garderobën, po s'do me thonë, kjo mundet me u kombinu edhe me shumë qka tjetër. Ti për vetja a ke bo shumë? Po, vetës ja kom bo një me emrin tem, edhe një me zemër. Kom edhe tjera në shtëpi, po i vendosi veç të dyja, se... Qështë kombinohen me tesha. Këto janë pundore dhe janë shumë unike. Kur shkone për ditëlindjet shoqeve ose të shokve, a ju dërgon të tilla? Të tjerët e kom pa për shembull kur më thirrin shoqet në ditëlindje, vajzat e tjera ju çojnë lapsa kimika, shtesande që shpenzohen shumë shpejt. Edhe unë thash, adin, unë ju kom quna e herë edhe unë, ama kur ja kom njës biznesit me ruza, gjithë ditëlindje që më thirrën ja që ka një ruz ose 2, edhe ndihet shumë i kënaqur personi që unë ja dërgoj. Pundore. Unë besoj që këtë biznes ka me tetë shumë mirë, a ki me majtë vetëm gjatë pushimit deri në shtator? Jo, besoj me majtë edhe në kohën e lirë. Mami neve na i bënë si challenge, vjetor, si sfidë vjetore, që mrena një vitit për shembull që të vete kam i lezu 50 libra, për momentin i kam lezu 5, se kom pas edhe ngarkime prej shkollës, se klasa 6 është pak ma... 50 kemi lezu? Po. Po normal, vjen edhe me një shpërblim, në qoftë se unë mrenda vitit i lexoj 50 libra, atëherë unë e marr një dhurat diçka shumë të madhe, do me thonë që duone. Tashti, kur mami na i bën neve çto sfidat, mrena 3 vite sfida u konë unë me marru ruaza, edhe tani veç kom vazhdu me po biznesin. Edhe tash, a muj me ditë në fund vitit qa kime i kërku mamit për këtë vit? Për këtë vit... Ta ditër përgatitet mami që ka përpret? Me që kohën e lirë, që do ashta me cikë, me që kohën e lirë unë e shpenzoj të buruza, nuk e shpenzoj në telefon, si shumë të fëmijeve. Kom vendus një liv mamit, shumë ruaza. Shumë. Mam? Bënu gati. Bënu gati, në që gjepin, pala i mirë paret. Shumë ruaza. Edhe shqyqër zotit gjinden letë, kështë që buna, unë e mas pari uroj që shkolla me shkumbare mirë si një nxënëse shëmbullore që je, sepse të kemi pas misafirë dhe ma herët me aktivitetet e kulturës e cilat ti e pjesëmarshe edhe në shkollën tënde ku je në Elena Gjik. Por që kjo është diçka jashtë a shkollës, edhe unë urej shumë të mbash e të mos dërzohesh edhe të shëndrosh me të vërtet në një biznes me të ordrat të mëdha, por edhe me sukseset të mëdha që dikur me qenë marka jote ruazat e bunës. Pse jo?
Faleminderit. Unë pata shumë knaqësi që të pata në studio, edhe shpresoj shumë që kam të pas kur e hap edhe dyqanin tanë, sepse ne jemi online. Absolutisht me këtë energji edhe me këtë luftë, edhe me mamin që ki kaq përkrase, absolutisht që kimi dalë. Më shumë letë koka, kur po të këshyri kështu, po thonë pianisi edhe one. Nuk e bona shumë të madhe për shkak të kohës, e bona një të vogël. Këta besoj që ja jepi djalit tezës, është i vogël. I vogël, edhe mundet me majtë ta ma në dorën e tina. Këtu pas kënë gjyrat të ndryshme, të rekomandoj me postu sa ma shumë story në Instagram, që sa e vogël për bebe tuaja të vogla, shumë e mirë. Posto sa më shumë, dhe njerës kër i shohin, motivohen edhe ma shumë me përësit. Çmimet i pas ke shumë për toke, edhe pak, ty i profesionu këtu, ty i bo pak ma rruzat ma shtrejta, edhe te keme i rritë edhe çmimet, por tregu mbahet me sinceritet, kështu që vazhdo me qenë buna ka që e mirë, sinqert, me ide kreative të sajna dhe biznesi ka me heci mirë. Faleminderit. Faleminderit ty buna që ishe sot në emision. Edhe faleminderit për rruzën, se harova. Shumë e bukur. Ka qenë bashkë me mu Buna, apo Liburna Ilazi, nxënëse e shkollës Elena Gjika, një nxënëse mirë në gjitha landet, e mirë në muzikë, e mirë në art, e mirë në shumë fusha, por me pasion e bën këtë pjesë. Krijimin e ruazave të dorës, të qafës, të kamës, për qelsa e të tjera, ku mund të gjeni në Buna Crafts në Instagram edhe ti porosetni. Në ne, keni diçka unike pundore në shtëpinë tuaj, në ndë, e ndihmoni një vajzë të vogël, të re, entuziaste, e cila ka guxim dhe pasion për me njek ëndrat e veta. Ne po shkojmë tek rubrika e kuzhinës me Lenën.